Mirëmbrëma. Ka vdekur Papa Francesku, padyshim një personazh i cili lë gjurmë në histori. Ashtu siç e paralajmërova edhe të komentit ditës, sot do flasim me zotin Mark Palnikaj. Mark, mirëmbrëma, mirëserdha. Neve nuk do flasim vetëm për kontributin e Papa Franceskut, por do flasim pak edhe për historinë e Vatikanit, marrëdhënien me Shqipërinë, sa papë kanë qenë me origjinë shqiptare. Po gjithsesi, e fillojmë me Papa Francesku. Në komentin e ditës unë thash që ka qenë një papë revolucionar. Nuk më pranuan kur isha në një debat me një prift dhe i thash, revolucionar nuk e kam në sensin që ka marrë armët, por ka bërë revolucion në mentalitetin e kishës. Pra, shumë gjëra nuk ndryshoi dogmën, por i mirëkuptoi. Pra, nuk i pranoi, por i mirëkuptoi. Gjithsesi, çfarë ishte Papa Francesku për kishën katolike? Mirëmbrëma gjithë teleshikuesve tanë. Tani, këtë bisedë shkurtër që ta bëjmë për Papën, do ta filloj me një ngushëllim për gjithë besimtarët që besojnë dhe kanë idhull, i ngushëlloj për vdekjen e tij dhe duhet të sqaroj gjithë teleshikuesit tanë që këtë emision nuk do ta bëjmë si një emision fetar në shërbim fesë, do ta bëjmë në shërbim të edukimit dhe në shërbim sa i shërben kombëtar. Do të emision tjetër edhe informacion informativ kombëtar. Papa dhe papati në historinë e botës nuk ka luajtur vetëm rol fetar, ka pas gjatë 20 shekujve dhe rol politik. Pra, politika me fen ka qenë e lidhur gjithmonë. Dhe politika ka pas ndëkim shumë të madh në fqinjen e tyre Shqipërinë, që ka qenë fqinji i parë. Më i afërt Shqipëria, vetëm 70 kilometra nga Dishulli i Apenin. Dhe Papa Francesku është papa i 266. Papa i parë ka qenë Shën Pjetri në shekullin e parë. Që është shujtë dhe Peshkopi Romës. Në vitin 40, ndërkohë që krishterimin duhet të themi teleshikuesve që domethënë nga 4 dioqezat e para të botës është dioqeza e Durrësit. Një ndër 4 parat është dioqeza e Durrësit. Po. Po, katolikët, krishterimi nuk është se u pranua me njëherë nga Roma, pati një 310 persekutim, apo jo? Të parët që e pranuan krishterimin publikisht, që në Armenët në shekullin e 3 dhe të parët që të dytët në botë që e pranuan krishterimin ishte Konstantin i Madh, shqiptar nga Nishi, i cili e legalizoi në Iliri edhe në gjithë peranorinë romake. Dhe në këtë kuptim, ne ja dhamë krishterimin perandimit, pra nuk e kemi marrë nga perandimi, po ja kemi dhuruar perandimit krishterimin. Shqiptarët nuk e kanë marrë krishterimin nga Roma, po ja kanë dhënë Romës dhe gjithë perandimit. Kjo është e vërteta. Tani, ma habite me këtë faktin që një ndër 4 dioqezat e para ka qenë në Durrës. Sipas studioesve, kjo është e thonë me kohë dhe është e pranuar nga gjithë, por si mas arkeologëve që po punojnë tani mbas çlirimit Kosovës nga Serbia, ata kanë publikuar se edhe kisha e parë katolike në botë është ndërtuar në Dardani, pra në Shqipërinë, në vendin Shqipëfolës, në Kosovë. Kisha e parë katolike. Dhe një nga më të mëdhenjat e botës prapë ka qenë në Ulpiana. Kjo është historia e krishtimit. Tani kthehemi te Papa. Papa Francesku, unë kam pas dy raste kam shkuar dhe kam qenë si me... Juve edhe ju ka uruar për 70 vjetorin tuaj. Për 70 vjetor më ka uruar 70 vjetorin edhe më ka thënë bekimin apostolik, mua dhe bashkëpunëtorëve të familjes dhe bashkëpunëtorëve të mi. Na ka thënë këtu është në plan të madh. Dhe ai unë me thënë... Atëre, shenjtëria e tij Francesku me nga zemra dhe i parte dikore, po, nisë me zemër bekimin apostolik Mark Palnikajt me rastin e 70 vjetorit të ditëlindjes
dhe e shtrim këtë të gjithë familjarët dhe personat bashkëngjitur tia të lidhur me të, me bekimin e Zotit, për dhuratat që i kanë dhënë jetës së tij, i uroj shëndet të mirë, qetësi shpirtërore dhe gjithçka tjetër të mirë. 24 shtator 2024. Nga Vatikani 30/8/24. Tani, ky pap do të mahet mend për si një pap, reforma kanë bërë gjatë gjithë shekujve, gjatë 20 shekujve. Po, një sekond, ka edhe i keni dhuruar juve edhe një libra ti, apo jo? Po, i kam dhuruar disa libra me dedikim, unë gjithë kam bërë 3.000 faqe. Atë, shenjtërisë e tij Papa Francesku, Vatikan, datë 25/10/23, një nderim nga besimtarët katolik të Veriut të Shqipërisë, Marko Nikaj. Okej. Fotoja aty me atë djalin, kush është ai? Nuk, ky është sekretari i tij. Sekretari i Papa. Po. Okej. Dhe tani ky pap do të mahet mend për si një pap reformator. Njëherë puna e parë, ai është i 266 dhe është i pari pap jo europian. Është i pari pap nga jezuitët. Nuk ka pas gjatë 265 pap asnjëri s'ka qenë jezuit. Kanë qenë sekteve tjera, domthon të tjera urdhra. Franciskanët. Ndërsa ky është edhe i pari jo europian, është nga Argentina. Po, dhe ky pap ka sill disa mini reforma që do me thonë do mahet mend për një kohë të gjatë. Njëherë, ky ka treguar ka bën 60 vizita për 13 vjet, ka bën 60 vizita, ose do të thonë ndryshe 5 vizita në vit jashtë Vatikanit, në shtetet ndryshme, e ka filluar me Shqipërinë. Dhe ka bën shumicën e këtyre vizitave në vendet e besimit jo të krishterë. Ka bën në vendet që janë me besimit musliman dhe të besimit budiste dhe besimit tjera asiatike. Dhe do të mahet me edhe përqendrimin shumë parimor në raport me luftën izraelito-palestineze. Ai tha, kjo nuk është një luftë, po është një masakër. E ka thënë publikisht në televizor. Pra, doli hapur në mbrojtje dhe mbështetje të muslimanë. Po, Mighty Crown. Dhe kjo është një mësim i mirë për gjithë katolikët në botë që majnë qëndrim fundamentaliste kundër besimtarëve të islamik, se nuk duhet mu manifestu kur urrejtje fetare, por urrejtje ushtrohet kundër fundamentalizmit, kundër çdo lloj fundamentalizmi fetar, politik, e çdo lloj fundamentalizmi tjetër, por jo kundër besimtarëve. Këta na ka dhënë këtë mësim gjithë njerëzve të këtij planeti. Ai mbajti qëndrime edhe ndaj qëndrimeve agresive të Europës kundër migrantëve. Po, mbajti qëndrim për gjithë varfrit, e mpre migrantët, për të pastërhet, për të smurët, për të varfrit. Pra, ai në Vatikan është selia 3 km2, është ai vendi që është sankcionuar me ligj në vitin 1929. Dhe nuk ka shumë ambiente. Dhe selia e papës është në Grota Ferrata, është një liçen atje ku ka qenë një vulkan, tani është një grup me ujë atje dhe ka është e populluar. Dhe në majtë asaj kodrës është selia ku rrinë papët. Zakonisht atje është apartamenti papal, që quhet. Po, apartament, shtëpia e papës. Dhe ajo atje shkohet edhe me makinë, shkohet edhe ata kanë shkuar me helikopter gjatë gjithë kohës. Papët shkojnë nga Vatikani, atje ka një baçë aty afër zyrës Vatikanit, zyrës papës, dhe hyp në helikopter dhe shkojnë te shtëpia atje. Ky nuk e përdori këtë rezistencë.
këtë rezidencë, nuk shkoj të ajo shtëpia, ndajti aty dhe jetoj, si me thonë, në mënyrë të përkorë, në mënyrë si varfanjak, jo si bos. Do më thonë, jetoj paka shumë në kushtet e njerëzve normal dhe jo në kushtet luksoze. Nuk e përdori luksin gjatë 13 vjetëve të sunimit ti si pap në Selinë e Shenjtë. Dhe për këto ka fitua admirimin e politikanëve, por edhe të besimtarëve të krishterë dhe jetë krishterë. Ka fitua respekt të gjithë qytetarët e botës, që janë edhe të besimeve jo të krishtera. Me qëndrimin e tij shumë tolerant, edhe shumë parimor, ndaj feve, ndaj varfërisë, ndaj për tolerancën e ndaj shkeljeve, për shembull, disa fenomene që tash po legalizohen janë shkeljet të doktrinës krishtere dhe edhe islame. Edhe islami nuk e pranon homoseksualitetin. Po, ai thot paktën ti mshirojmë ta njerëz, nuk thot ti urojmë, po ti mshirojmë, mos ti dhunojmë, mos ti... Po pra, nuk i mirë kuptoj, por nuk i pranoj. Nuk i pranoj, por mos ti persekutojmë, mos ti shajmë, mos ti bullizojmë, mos ti lamë punë e tyre. Dhe më deri këtu e ka quaj. Po, në lidhje me divorcin, çfarë qëndrimi mbajti? Ai është kundra divorcit, nuk është për legalizimin, feja krishterë nuk e pranon, është me betim në kish, kur martohen, shkojnë... Darma me mirë. Jo, shkojnë të prifti, me gjithë dëshmitar dhe betohen publikisht që do ta duam njëri tjetrin deri në vdekje me të mirat dhe me të këqijat. Dhe kjo beja nuk mund të prishet, pra është beja kundër Zotit, qofse ti e prish, ti nuk mund të bësh beja dhe me thyë ben pastaj. Edhe kjo nuk pranohet, nëse martesa nuk lejohet më prish. Dhe ka pas të mirat e veta, kjo gjatë historisë ka konsoliduar. Mos harrojmë që kisha lindi edhe si një kundërshtim ndaj degradimit që pësoi moralin perandorin romake, ku... Tani, ne, historinë e saj, kisha ka dhe gabime, ato kryqëzatat kanë qenë dhunshme dhe ka shumë libra dhe shumë kritike për atë dhunë që kanë nështruar në atë kohën. Po edhe drejtat e njeriut nuk kanë qenë në atë kohë. Por e vërteta është që krishterimi për një farë kohë e frenoi zhvillimin, por bani reforma dhe çoi edhe zhvillimin përpara. Një nga ditit për shtadhe me kohëra. Një nga gjërat që ka bën krishterimi është që në krijimin e saj në shekullin e 4, krijimi i shkollave pranë kishave, pra edukimi njerëzve. Edhe Kanti thot, feja thot është moral, dhe në mungesën e kulturës, të universiteteve, shkollave, dijes, atëre feja është i mëson njerëzit se si të veprojnë, dhe në këtë kuptim, Kanti thot Emanuel, Kanti thot është moral. Dhe në këtë kuptim, një njeri që nuk beson, nëse nuk, një njeri pa kulturë, që nuk ka shkollën, nuk e ka pas mundësin me shëtite, me mësue, në qofse edhe nuk ka dhe fejen, atëra i kthehet i rrezikshëm. Nërsa feja i mëson ca rregulla morale që mos bëj gjërat këqija për të qenë i rrezikshëm për të tjerë. Ky ka qenë në thelb feja, thelbi i çdo feje, edhe katolikëve dhe feve të tjera. Pra që njerëzit të sillen në shoqëri, të disiplinohen te instiktat njerëzore. Po, disiplinë, kjo ka qenë. Pastaj ata kanë zhvilluar edhe arsimin, e kanë zhvilluar shumë. Tani në raport me kombin shqiptar, Vatikani, edhe pse ne jemi të parë që para tyne që i kemë pranuar krishterimin, i kanë bën vetë papë me origjinë shqipfolës, me origjinë nga krahinat shqiptare ilirike që tani quhen ilirik. Në atë kohë, zona ku flisnin shqip kanë qenë 10 papë. Këta papë, siç kanë qenë edhe 36 kryeministra në Turqi që kanë bën atje, s'kanë bën kurrë për Shqipërinë, një pjesë e mirë tyne nuk ne kanë bën lloj. S'kanë bërë asgjë, jo. Por papa mahet mend Papa Klementi 11, i cili ka bën shumë për Shqipërinë dhe do flasim mas pak. Ndërsa vetë Vatikani për Ilirikun edhe
specialmente, do më veçanarisht për Arbërin, që Arbëri është quajtë edhe Dardania, Epire, edhe Maqedonia është quajtë një farë kohë Shqipëria, deri në Durrës. Për këtë vend, ata kanë bërë shumë, midis tjerash, që është për të vënë dukje, e kanë shpallë gjuhën shqipe një nga tërgjuhën zyrtare të Vatikanit, dhe Bibla për 10 shekuj, për 14 shekuj ka qenë latinisht. Pra, në shekullin e 4 është kthyer nga një shqiptar është për kthyer latinisht, dhe deri në shekullin e 15 ka vazhduar latinisht. Dhe në fillim ishin të partë veriorët, do të thonë fisët gjermanike, që ishin protestantët që protestuan kundra rregullave të fesë katolike, ata që thanë duhet ta lexojmë libër në gjuhën tonë dhe t'i lutemi Zotin në gjuhën tonë dhe përkthyen në gjermanisht. Nërsa i dyti kombë në këtë planet që përkthejnë gjuhën e vetë, janë shqiptarët. Dhe përkthimi i Biblës në Shqip është bën në vitin 1500. Kisha Katolike u përshtat më një herë që mos. Në vitin 1555, kur akoma nuk ishte përkthyer në italisht, është përkthyer në Shqip. Italia e ka krijuar gjuhën në vitin 1200 me Dante Alighieri, ai është themeluesi i gjuhës italiane. Dhe në vitin 1600 kishte të formsuar gjuhën siç e ka sot Italia, dhe ata kanë përkthyer në italisht Biblën mbrapa neve, më vonë se sa shqiptarët. Dhe përveç kësaj, ka dallim krishterimi me dy fetë kryesore që janë për Shqipërinë, sepse i kemi rreth komshi, nga fenë Muhamedane dhe fenë ortodokse, ku është dallimi thelbësor, ajo që e dallon qëndësisht qëndrimin e fesë katolike ndaj shqiptarëve me dy fetë e tjera. Feja ortodokse, ortodoksia greke. Po që ortodoks je grek, duhet të lutesh Zotit greqisht e duhet të mësosh greqisht. Dhe kur u rebeluan ortodoksët shqiptarë të Korçës dhe të rrethinat, ata i vranë disa me panelistë të tjerë me shok. I vranë, sepse thoshin që ju duhet flisni greqisht dhe jo shqip. Edhe barazojnë kombin me fenë. Të njëjtën gjë bën edhe serbët. Kisha serbe, po t'ishe ortodoks, duhet flishe serbisht e do të thoshe jam serb dhe nuk jam shqiptar. Pra, katolikët shqiptar të cilët Shteti Osman për 500 vjetë nuk i la të qetë me ushtru besimin katolik, shkuan në kishat ortodokse serbe dhe aty liturgjia thuaj serbisht dhe u desh më u kthye dhe në komsi serbe. A ku të ndëktoj, dim shumë mirë, për shembull fisi të tretë jemi dy Kolmekshaj, Nikmekshaj, dy fisën të Tropoj, Vatmekshaj, tash nuk quhen Vatmekshaj, po quhen Vasojević, që janë serb. Pse ka ndryshuar gjuhën dhe fenë. Nërsa, turqit, po të ndroje fenë, do thoshe që jam turk, jo jam shqiptar. Njëfnin miletin. Po, dhe këto e ka vu disa studios të huj, midis tyre e ka vu edhe Ditur Hami thot, kur pyesja në Maqedoni çaj e tim, thoshin jam turk musliman, kur hyja në Shqipëri, më thoshin jam shqiptar. Nuk më thonë që as musliman, as katolik, po më thoshin jem shqiptar. Nërsa, duhet vun dukje që çamët që i morën në Greqi dhe i ndruan me ortodoks në Turqi, nuk shkuan si shqiptar, por shkuan si turq. Shqiptarët 850 fshatra që u deportuan nga Serbia, nga Nishi me rrethina, 200.000 shqiptar, shkuan si turq në Turqi, jo si shqiptar, pra me dokumenta si turq. Shqiptar që i hoqë Jugoslavia vjetër nga 1918 deri në 39, që i çojnë Turqi, prap i çoj jo si musliman shqiptar, po si turq. Edhe Titoja, deri në vitin 1966, shqiptar që i hoqë nga Kosova i çoj si turq. Dhe në dokumenta turke këta nuk ishin shqiptar, po ishin turq, dhe nuk kanë pas drejtën as të gjuhës, as të shkrimit shqip
për 10 milion shqiptarë që mendohet se janë në Turqi, ndërsa në Itali, eksodet e para, me dokumenta të ruajtura që i këm pas edhe në dorë, vitit 1396, kanë shku eksodi parë në Itali, në krahinën e në atë kohë Vatikani ka pas kërë krahinë në Markës, ka qenë midis 2 deteve, ka qenë një krahinë shumë e madhe, Rome, Ternie, Dejnë Ancona ka qenë një zonë e madhe, dhe aty kanë shku shqiptarët e parë, kam pa dokumentin që kanë shkuar 300 shqiptarë në eksod të vitit 1464 në Macerata dhe kanë shkuar në Itali vetëm si mas dokumentit shkruar nga Mirdita Merethina, Burrelli Mirdita Kruja, 59 fshatra me shqiptar janë ngullë në Kalabri dhe 5 fshatra në Sicili, 64 fshatra. Dhe italianët kur nuk u kanë thonë mos folë në Shqip, kur nuk u kanë thonë mos shkru në Shqip, kur nuk u kanë thonë më hojë një vendin e juaj, dhe i kanë lejue deri në ditë sotit me kryo shkolla gjithë farësh edhe universitetet në gjuhën Shqipe, që këto nuk ja u kanë lejue në vendet tjera. Dhe për këto, ne nuk të mund të kalojmë një heshtje. Ka qenë presioni kishës katolika, thoni më ba. Urdo? Ka qenë presioni dhe dashamirësia e kishës Po, katolike. ka qenë presioni. Dhe dyta, këto jo, vetëm atje që nuk i penguën shqiptarët me folë Shqipe, me ndryshu as fenë, as zakonet, as gjuhën, as kur gjanë, por e zhvilluan gjuhën Shqipe, kur Turqia për 4 shekuj e maloj me ligjë, nuk lejoj me ligjë shkrimi i gjuhës Shqipe. Dhe ata e hapën, shtypën Biblën, e shtypën ata, edhe sponsorizuan ata, shtypën doktrinën e krishterë në vitin 1574, hapën shkollën Shqipe, Lek Matrenga në vitin 1594, shtypën tjetër në doktrinë 1618, eri shtypën 1652, botuan, Pjetër Bogdani botoi doktrinën e krishterë në vitin 1685, shtypën fjalorin në vitin 1702 me 500 faqe, shtypën gramatikën e parë të gjuhën Shqipe që kemi, e para është Endre Bogdanit, por ka humë, e para tani ngelet ajo që bani Papa Klementi XI në vitin 1716 me 270 faqe, ku foljet kam dhe jam janë zgjedhuar në 9 mënyra, dëftore, dhënore, kallëzore, përcjellore, nuk i di ato, se i kam harruar tani, por janë siç janë sot në Shqipëri, janë bën në vitin 1716. Dhe sot në vitin 2025 është po ajo formë. Po. Se ti marri me radhë gjërat. Pra juve thoni që ka pasur një dashamirësi të Vatikanit ndaj nesh. Po, asë një diskutim. Këto e në provat që i po i bje. Do me thonë, nuk jem ka flasë si fetor, nuk jem prift, une jem laik, sepse kam linë komunizm, edhe jem rrit pa prift, pa kish, si gjithë tjerë në shkollë jem rrit. Nuk jem praktikon një fes, por une jem një studiosive menshim i realitetit. Kur filluan të faleshin në shqiptarët? Këtë nuk mund të thëmë, sepse në vitin 1000... Po fakti që kanë botuar e 652... Po pra, fakti që kanë botuar... Në vitin 1462, 462 Pali Angeli thot, unë të pagzoj për emën të atë të birë shpirtit shenjtë, pra kjo ishte me full Shqipën kish qysh atëhere. Kjo është një shembull i parë kjo. E dyta, përkthimi në vitin 1555 i Biblës Shqip është bën për qëllime me u thonë liturgjia në gjuhë Shqipe. E treta, hapja e 4 universiteteve në Itali, 4 i kanë hapë. Për me gjuhë Shqipe është bën që kur të rrëfehen njerëzit tek frati, fretet që vinin nga vendet e tjera, mos kishte nevoj për përkthyes dhe rrëfimi mu marrë vesh nga 3 persona. Apo frati të dinte Shqip. Të dinte prifti Shqip
frati dinte shqip që mos kishte nevojë me marrë përkthyes. Dhe kjo ka qenë kërkesë, domethënë për këtë ata i kanë bën fjalë të librat e gjithë, domethënë kush vinte këtu do t'i thoshin që mëso dhe shqipen kur shkon në Shqipëri. Kjo ka qenë të paktën tash 4 shekuj. Tash të paktën nga viti 1600 në këtej. Dhe kjo është e vërtetë. Po shkolla shqipe, Mark, a hapën ata këtu, se neve flasim për shkollën shqipe të Korçës. Po dhe grekët pretendojnë që ne kemi ardhur nga Kaukazi dhe kemi filluar shumë vonë gjuhën shqipe. Shiko. Ndërkohë, bile ka dalë edhe një eurodeputet, është një Fred Beleri që thotë ju keni ardhur vonë, u prut nga turqit, nga Kaukazi këtu. Dhe gjuha shqipe është një gjuhë e krijuar nga turqit për të na dhënë neve. Tani, unë pika e parë, nuk jam gjuhëtar. Dhe neve vërtetojmë një farë mënyrë se edhe shkollën e parë shqipe kemi hapur shumë vonë. Inxhinier, i aftën profesionin tim, jam edhe një studiues i vëmendshëm i dokumentave të vjetra dhe një njeri që mu edhe me i lexua, që kam kualifikimin edhe për t'i lexuar, e për me i punuar. Por, mund t'ju them atyre që i thonë kështu, që studiues shumë të kualifikuar në Amerikë, në institucionet shkencore amerikane, konfirmuan që gjuha shqipe është paktën 8.000 vjeçare. Kjo është publikuar zyrtarisht në mediat ndërkombëtare. Mark, kjo mund tjetë, por le të kapim tezën ekstreme që turqit prun një popullsi këtu dhe ja mësuan me dhunë këtë gjuhë. Në fakt, këta janë një popullsi e cila momentalisht janë në Azerbajxhan, Udur, nga 5.000 veta janë. Sepse populli, kur erdhën turqit këtu, sa po erdhën filloi eksodi. Dhe në Itali nuk ja mësuan italian shqipen, as atyre që kanë ikë që është komunitet shumë i madh, nuk ja mësuan turqit. Ata ikën me gjuhën shqipe që e flasin edhe sot. Shumë Mark, kur një ignorant hidraulik do me bë dhe histori. Ky është argumenti më i fortë. Tashi, mirë ne mësoj turku e ne pruni, po ata që ishin këtu shkuan në Itali, flasin italisht. Pa i ka falat turku. Pa i ka falat. Pse flasin shqip ata? Edhe e kanë hapur shkollat dhe librat shqipe dhe shkrimet e parë ata i kanë bën. Prandaj, kjo nuk qëndron fare, kjo tezë është krejtësisht e gabuar dhe jo saktë. Edhe ne kemi regjistrin e vitit 1416, ka 7 faqe me emna me fjalë shkruar me shqip. Ç'është mund thuhet ajo 416 në sa kishin ardhur turqit. Turqit në vitin 1500 ka qenë më pak se 5% e popullsisë e islamizuar. Në vitin 1500, me statistika, me regjistrimet. Nuk është e vërteta ajo. Por e vërteta është që ata e maluan kultivimin e gjuhës shqipe. Shqiptarët për hir të vërtetës themi atë që është, ata që pranonin më kthyen në islam, ja ushqyen karrierën, i bën oficera, i bën prefekta, i bën kryeministra, i bën ministra, i bën drejtora, u dhanë gjitha garda në perandori, 36 kryeministra i bën shqiptar. Pra shqiptarëve që ndruan fen, ju dha përparësi ndaj gjithë kombeve të tjera. Kjo qëndron. Por ata që nuk e ndruan fen, ata i persekutoi keq. Po, Mark, kemi edhe një debat tjetër. Shkollën shqipe neve e caktojmë shumë vonë, që u hap në Korçë, shkolla e parë. Juve e keni kundërshtuar dhe unë ju mbështes në këtë pikë kur thoni nuk është e vërtet. Janë hapur shkolla më përpara në Shqive, më përpara në veri të Shqipërisë, që ishin pranë Kishës, po në gjithë Europën pranë Kishës ka qenë. Universiteti Bolonjës, Universiteti Harvard e kanë hapë priftat, e një tonë bota, edhe tash Kishë e ka prapë, edhe sot. Së është në shtetit. Jo, përveç kësaj, është edhe një fakt tjetër që më duket arsimi civil, arsimi publik, shumë vonë është shkëputur nga Kisha në botë. Gjithë botën sot mësime fetare shekullit e 19-s. Janë 190 shtete, rreth 100 shtete e kanë edhe sot që duhet me dhonë mësim 1 orë, 2 orë prifti ose hoxha ose kleriku. Pra nuk e kanë zhduk deri sot. Nuk është zhduk në botë. Kur janë hapur shkollat të cilat kishin në gjuhën shqipe që ishin me kuptohet që mësonin fen se shkollat deri në shekullin e 19. Tani nuk po duhet me konsumu se ne mas do ta konsumojmë sepse ne po flasim edhe për kontributin do bëjmë unë do t'rregoj vetëm për aq sa ka merit Vatikani për këtë punë. Por ne për gjuhën shqipe do bëjmë një emision mas zgjedhjeve. Do bëjmë një emision patjetër. Hollësishëm. Tani
për shkollën Shqipe të vitit 1887. Disa studiues, pa drejtësisht, e kanë quajtur parën shkollë kombëtare, laike, dhe i kanë thonë, s'kanë thonë edhe komuniste. Vetëm nuk kanë thonë që ka qenë edhe komuniste, se s'kanë lonë epitet pa e gjitë. Ajo shkollë, historia saj shkollë është në këtë formë. Në vitin 1887, në qytetin e Korçës, kishte ortodoks dhe greket kishin hapë 4 shkolla fillore në gjuhën greke dhe 1 shkollë të mesme në gjuhën greke. Shqiptarët i shikonin me xhelozi dhe futën mik në infrashin i cili punonte inspektor në Ministrinë e Arsimit të Perandorisë dhe ishte edhe Sami Frashi, rektori i Universitetit të Stambollit, pra kishin 2 njerëz të fuqishëm që korçarët i futën mik. Thanë, fol me sultanin, në japi leje, masi i kanë hapë 4 greqisht edhe shkollën e mesme të hapim dhe një shkollë shqipe. Dhe sultani nuk ju ka dhënë leje për me hapë shkollë kombëtare shqiptare. Leja për me hapë shkollë kombëtare shqiptare do të ishte në formën lejohen 4 vilajetet shqiptare të hapin shkolla në gjuhën tyre, kush të ketë mundësi. Kjo do ishte leja. Por ai ka dhënë leje që një qytetar në Korçë të hapi një shkollë private, si që kanë hapë greket në gjuhën shqipe. Një shkollë, një. Dhe kjo nuk është kombëtare. Tani këta studiuesit, nuk po i shoh as nuk po i përmendi, thonë që është kombëtare pse? Sepse kanë shkuar dje me vajza, kanë shkuar katolike musliman dhe e quajnë edhe kombëtare, edhe laike, edhe e quajnë domethënë shkollë të normale. Kjo është një shkollë që e hapi dhe mbasi u pendua e mbylli po me dekret. Është mbyll pikërisht kjo shkollë me dekret veçantë sultanit. Këto nuk e thonë ata. Ndërkohë që feja, jo feja, tani mos ja japim fejës këtë merit, që ja japim papës Klementi që ishte shqiptar 14 karat, që para se të vdiste e shkërë epitafin e ti për në varë, tha të më shkruhet të koka e varë që e më origjinë shqiptare dhe varë ati nuk është poshtë të sakristia, poshtë në shesh aty ku i njerëzën në kishë, në kraun e majtë është varë. Po e këm pa e shojnë gjithë. Dhe aty tha të më shkruhet që jam me origjinë shqiptare. Dhe ai, para se të bëj pap ishte kardinal. Dhe punonte i pati thonë Filip Oriçeputit ta bëjmë historinë e Ilirikut. Dhe në vitin 1700 u bën pap dhe me njëherë dha urdhën më u bën fjalori dhe gjuha. Dhe në vitin 1702 Fra Francesco Maria D'Alece bani fjalorin e pari italisht shqip. I pari fjalor latinisht shqip është bën 1635 në propagandë fide, është bën aty dhe është shtyp aty për ne, se nuk u duaj gjë aty në Shqip, ne duaj neve, është bën për ne. Edhe ky 702 u bën aty. Dhe pasaj në vitin 1702 dha urdhër, 703, jo dha urdhër, po dha leket më u bën kuvendi i Mërqis, me 200 burra, duheshin lek, dhe u bën kuvendi dhe në vitin 1706 dha urdhër që ato vendime që ishin marrë në atë kongres të përktheheshin në Shqip dhe në përkthyer Shqip në vitin 1706. Nuk e thot njeri këto, edhe kur e përsërit në njëri flet në një kështu në nostalgjik, po nuk e thon publikisht institucionet shqiptare. Këto që nuk e kanë thonë kur në Shqipëri, në asnjë rast se kanë dëgjuar zyrtarisht, në asnjë tribun zyrtare, në vitin 1711 është hap katedra gjuhës shqipe në San Pietro di Montorio në Rom. Ka qëndruar hapur 160 vjet. Katedra e parë e gjuhës shqipe në Ballkan është hapur në vitin 1947 në Tiranë dhe në vitin 1972 në Kosovë. Pra e kanë hapur 300 vjet më para katedrën e gjuhës shqipe. Dhe në atë katedrë është mësuar shqip dhe është bën. Çfarë është bën aty? Është bën fjalori, ka qenë një prift 18 vjet në Dukazhin, në Nabat të Lekajve.
në Shalë, ka qenë, mas 18 vjetë që kanë qurë profesor në San Pietro Limontori dhe ka bon fjallorin, është Luka Mamëndëgjove, ka bon fjallorin Itali-Shqip 359 faqe, që e kam bëtu në par vjeti, prejrë parë. Pasaj, ka bon Francesco Rossi, ka bon vitin 1860, gramatikën e parë ka bon Maria D'Aleqe në vitin 1716 aty, gramatikën e dytë prap 270 faqe, e ka bon Francesco Rossi në 860, fjallorin e tretë me 950 faqe, Itali-Shqipën 866, aty është bon katedrë, fjallori 4, 1429 faqe, Itali-Shqip, është i pari fjallori Itali-Shqip, është bon po aty. Dhe nuk e thonë, ta janë shtypë, 1000 kopë janë shpërda. Po nuk e thonë, pra, kur këta thonë, këta nuk e thonë, atërë mua më qojnë nervat, edhe unë kam drejt me i kundërshtuar, më u zamruar. Oke, Zoti Falikaj, shkollat e para Shqipe, kur janë hapur faktikë? Shkollat e para Shqipe, Mendimën e kishë. të dokumentuara, nuk flasem për hamendje, se hamendësime ka që për shembull ka pas se kemi gjeti dokument që është hapen në Shënpal Puks. Shënpal i Puks tani nuk quhet Shënpal, quhet Kabash, se janë islamizuar dhe në bë musliman. Por në Kabash në vitin 1367 ka pas shkollë, nivelit shkollës mesme. Kjo është e dokumentuar me të shkruar. E kam publikuar dokumentin disa herë. Shkolla e parë Shqipe prape dokumentuar, është e vitit 1594, që ka bon Lek Matrenga, që është thonë disa herë dhe tani së fundi e ka bloku, e ka bëtu Blerina Suta, një doktoresh shkencash nga Elbasani, e ka ribotue edhe ka dalë për Lek Matrenga. Pasaj kemi shkollën e Gjon Kolesit në vitin 1600... To ka qenë shkolla vetëm për meshkuj, apo për u pranoshin edhe femra? Ta them. Cila ishte shkollë e pare që kishte meshkuj femra, musliman katolik? Meshkuj, shkolla e parë, për meshkuj e ka hapë Gjon Kolesi në vitin 1632, në Kurbin. Është tabele, mume. Edhe është në dokumentat Vatikanit, 100 vena shkruar. Nërsa libri që kam bëtu vjetën, a i libri malë 1038 faqe, a i të regojnë se në vitit 1620-1625 janë hapë 5 shkolla në Lezhë, në Mirdit, në Kurbin, janë hapë 5 shkolla dhe në atë shkollat e Zadrimës, mësonin fëmijë thot nga 7 deri 20 vjeç, mashkuj dhe femra thot dhe në planin thot edhe turshit filluan me i pru fëmijët e tyre në të shkolla. Turshit kishën fjallën për shqiptarët musliman. Pra e thot aty tash aje shkrua, unë e kam botu ato, e kanë marrë kush e ka marrë, i kam botu 3 herë, kam botu atë libër në 3 versione, herë 2 gjosh, herë 1 gjosh dhe i tash e kam botu dhe në statik 1000 faqe, 1038 faqe. Dhe aty thot që për 5 shkolla fletaj, me disyre thot mësojnë jo vetëm teologji thot, po mësojnë edhe gramatik edhe shkencat tjera. Nërsa shkollat para kësaj, sa kanë ditur të hapura këto shkolla? Këta ndajten deri në vitin 1628 i arrestuën ca, kur deshen me bon kërëngritje në bashkëpunim me kratet, me një general krat, dhe atë lirin fetuar shqopat në thonë jahu cungun dhe i prishën kisha dhe i vranë priftit ata që i zonë dhe kjo që ka shku këtë dokumentin ka kaluën nga për Puk, në Gashën Krasniqe, ka shkuën atje në Peje, ka shkuën në për Malzije, ka shkuën Koran Këtor, kanë shpëtu vështirë, i kanë dhjek me i vranë priftit. Po më thonë? Pastaj ka hap, kjo është publikume, në Himar, Fileto Zasi, shkollën me 100 nxanës. Ore, 100 nxanës moshkë. Në Shqip? Në Shqip edhe ka bëdha... Sot se ka shkolla i marës gjithë. Edhe ka bëdha alfabetin me 54 germa. Alfabetin, a i kishe ndajnë Kalabri, se ishte i rritit grek, po që pranonin papën. Nuk ishte me këta të Konstantinopojse me grek, po ishte nga ta që flisin Shqip.
erdhe hapi atje, shkollën e parë me 100 nxënës, edhe në shkollë ata i mariotet shkojnë e merren me beleri, nuk merren me shkollën që është nderi jo i Himarës, po i gjithë Shqipërisë, që kemi pas shkollë me 100 nxënës në vitin 1685. 1685 shkollë Shqipe në Himar me 100 nxënës. Me 100 nxënës. Kena pas në vitin 1675 shkollë Shqipe në Janjev me 25 nxënës. E kam listën, e kam publikuar, disa herë kam publikuar. 25 nxënës që përgatiteshin për më shkuar në Universitetin Italiane, pra ishte trampolin. Prej aty më shkuar në universitet, më shkuar në Kolegjin Ilirik Loretës dhe të Vatikanit dhe të Fermës dhe patën hapë edhe në Napoli. Kam gjetë edhe një letër për i peshk Vileqe si ka propozu paps me hapë edhe një shkollë tjetër në Leqe, një kolegj Ilirik në Leqe. Ajo dosja është vetëm me një fletë dhe shkru me një faqe i gjysë, e kam pas atë hapa dosje e lexova dhe e kam lënë atje se kam parë. I dashur Mark, sa pap shqiptar kemi pasur neve? Po vë këtu në duke që për shkollën shqipe do vijmë sepse është një argument shumë i fortë për të hedhur poshtë gjithë tezat e ignorantëve të Vorjopirit që jemi popull i ardhur dhe jemi gjuhë implementuar. Po ata në Kalabrisë si kanë ikë, ata se janë përshtu kur nga durisht. Kush jam mësoj Shqipen, jam mësu një italian të atyne. Jo, jam mësu fratele. Jo, po prandaj po them që dëshmit që vinë nga Kisha Katolike dhe nga Vatikani janë shumë të rëndësishme për kombësinë tonë. Sa pap kemi pasur shqiptar? Janë 10 pap. Janë 10 pap. Papa i parë shqiptar ka qenë Eleuteri, ka qenë nga Parga. Pastaj janë 10 edhe 9 të tjerë që kanë drejtues e linje shenjtë, edhe janë 10 pap shqiptar me origjinë nga Shqipëria. Nuk po them tash është shqiptar sepse nga vendet shqipfolse, sepse sot Shqipëria është ndarë në 6-7 shtete, ka në Bosnjë, ka në Serbi, ka në Bullgari. Figure dhe Raguza ka pas qenë shqiptare. Dhe por nga shqipfolqet, nga kombi shqiptar, 10 pap nga 260. Po, edhe unë për atë ju thashë, nuk thash për Shqipërinë Shqipërinë po, zyrtare. Unë kam një studim këtu, i kam gjithë me emra, tash nuk e dia na mjafton koha me i lexu edhe me përmend. Po, patjetër. Papet më origjinë ilire, Papa Klementi i parë, Klimenci i parë, Papa Piu i parë, Papa Eleuterës, i birja bonde nga Nikopolit. Është Papa Urbani i parë, Papa Kajos, Papa Kaj, Papa Sankaj, Papa Gjoni IV Dalmati, Papa Pali IV Karafa, Papa Sisti i Pest, Kanë të gjithë të vërtetuar me origjinë shqiptare. Po i kanë rujt ata se këta do i kishin fshi nga faqja vetë. I kanë rujt ata. Ata i kanë rujt letra se ne s'kishim me ditë kur gjapo. Qa të bosh aty në qëratajve që se kanë djeg ato letra në asherë. S'ka shku për deja kur me djeg. Me i do që me në feshtatën, më atë që e kishim kollaj. Ata nuk janë djeg. Janë rujt letra aty. Janë shku me kush është e ku ka punu para se marë aty nga cili vende dhe ka pas babe nane. Janë të rujtën dhe Papa Albani edhe këta janë papet shqiptar. Pas ka dhe Papa Albani. Papa Albani 11, vitin 1771, i hapi pra katedrën e gjuhës shqipe. Pra, kanë pasur gjithë kontribut, nuk e kanë haruar origjinën. Kontribut i herë ka qenë politike Vatikanit me i trajtuar shqiptar. Ka qenë politik, jo fe. Për fe, a i me të mësu, me thonë, me i ludzojt, me thonë... Po edhe për këthimet në gjuhën shqipe, gjithmonë në presionin që mos t'i iknin dhe t'i bëheshin... Po, ata i kanë bëmër, parat ata i kanë bëmër, ne i kanë bëhë shtyp ata. Dhe në vitin 1800, në s'kemve, qka kanë shtyp ata? Ata kanë shtyp. Fjallorin e Frankbardit, të kanë shtyp ata. Fjallori është i mërkullushëm, është i rujton. Se ne keshim pun tjera. Fjallori i Maria Zaleqe. Gramatikat mi kanë pru 3 copë, kur shkova të Universiteti Urbaniana, dhe thash, duhe me pa, se unë e kam kopja në shpi, mi pru 3 copë në tavolinë.
Thanë, profesore që kujoni, mora i kontrollova, i pava, më pëlqyen, ishën botimi i vitit 1716, shkruar. Thash, po, ja u jepni tjerëve, thash, i nëzirni nga, jo, thanë, vetëm për ty, aty nuk japim kopjet, ose japim PDF-en, me i prek me dorë, thanë, nuk i prek, ty ti thamë për respekt, e nuk ka ma me i dhonë kuj. Me kanë prunë 3 copa aty në tavolinë. Edhe, librin Qetën e Profetëve të Pjetër Bogdanit, kam shkuat të Shtyp Shkronja, ku Shtyp tash e kanë, ke qenë pa duha, në katën e tretë, do më thonë është libraria e librave dhe shkrimeve antike, edhe në katën e parë ka qenë Shtyp Shkronja, që është muze, dhe në katën e tretë kishin ato Pjetër Bogdanit, Qetën e Profetëve, botimin e parë, ma sollën tavolinë, urdhë me rrëshë. Ose pas fat. Po, kënaqësi ishte, ata më thanë edhe hajde se, a që aty ka një gjë tjetër, a i libri është fare pak në krahasu me qa ka aty, kur kanë bën ata e Illyricum Sacrum, kanë bashkuar 320 dosje me i bën libër në 40 volume. Kanë botuar vetëm 8 volume, dhe dosjet janë aty dhe për shembull për pultin, që unë kam shkruar djeqës në pultit, ata kanë shkruar vetëm 20 faqe, po materiale nga Shqipëria u kanë shkruar 200 faqe, u kanë quar shumë, nuk u kanë quar 20 faqe. Informacioni ka qenë shumë i madh. Dhe ata kanë përzgjedhur, kanë marrë pak këtu e kanë bën. Tash mua më intereson atë dosje me, po ata më thanë hajde shifi se po t'japim të tëra, por ne s'kem çfarë të bëjmë hotelin, po ta pa lëm me 40 euro, siç e kemi për punojësit tanë, për njerëz. E qartë. Pra kemi një kontribut shumë të madh. Marrëdhëniet e tanishme të Shqipërisë me Vatikanin edhe me Kishën Katolike si janë marrë? Edhe tash, për shembull, Papa John Paul ka ra në Bari në kohën e komunizmit, e ka puth tokën edhe ka bekuar Shqipërinë. Pra, ata edhe në kohën e komunizmit nuk e... Po, e mbaj mend që Radio Vatikani uronte edhe në gjuhën shqipe për krishterët. Gjithmonë, ka thonë, edhe une, se studiues i arkivave, kam të plot dosjen e sigurimit shtetit për marrëdhëniet me Vatikanin. Dhe nuk ka një faqe, as një rresht që Vatikani të ketë vepruar veprimtari armiqësore kundra Shqipërisë. As një rresht. Vatikani e kishte me komunizmin, sa kishte me Shqipërinë. Ore, me Shqipërinë aty nuk ka, për shembull, me çuj njerit armatosën, me vra dikose, me shem diçka, me bën diçka të keqe. Ata bënin punën e vet, si për gjithë vendin, për me pagëzuar njerëzit me këto drejta e lirisin gjithë Europën, në përgjithësi, po një gjë për shembull të fshehtë me vepru kundra me çu siç kanë quar për shembull disa shtete bandat armatosura kanë edhe me parashut njerëz e armë për me vrarë njerëz me kështu, ata nuk kanë fut. Nuk ka veprimtari. A janë kthyer gjitha pronat kishës apo ende nuk? Po ato ishin të okupuara, s'mund të thësh janë kompensuar, s'mund të theshin. Ja. Nuk mund të theshin ato. Pastaj kanë bën janë bën krime. Në kohën e komunizmit, janë bën vetëm i Sisi ka bën aso krimesh që ka bën. Kanë shem kishën Vadens, kishën 1000 vjeçare. Kishën Vadens i kanë vu minë në tangut e kanë hedhë. E kishin 67-ën e kishin kthyer në hotel punëtorësh dhe flinin punëtorë që punojnë në hidrocentral. Po, që keni lënë të një dinamitin e hollën nerë. Në Nika e Mërtur, kemi pas 2 kisha, kemi pas kishën që quaj e Shën Sofis, që ka qenë dikur, ka qenë i peshkvi, para 1000 vjeç, edhe e prishën me i morën gurt me ban stallën. Nërsa kemi pas qytetin e Vargut me 8 kisha, ka qenë një monument natyror fantastik, sepse njerëzit nuk merrin as një gjethe kështu të thata për me përdor për plenë, nuk merrin as zjan, nuk preknin. Ka qenë gjitha llojet e durve që kishte ajo zona, pishe, bredhe, ahe, mledhe, frashne, çdo lloj duri që kishte ishte aty, edhe e kanë rënuar 67-ën, i kanë pre, nuk i merrin fshatar, i ka marrë repuar ushtarak me i bën dru, prishën kishat e bën shkollën, e prishën tokën e pluguan për me mjellës as një kokër së prëve, as një kokër grunë, as mesa, as kur gjanë, nuk da ishte tokë e pëshkelur. Pra kanë prish monumente kulture, kanë prish gjera
që plus që kanë shkatru arkivin franceskan, i kanë vjetë dokumentat, për shumë, unë jam lidhe, dhe se ka njërës janë gjallë sot që kanë qenë ato arkiva. Edhe më kanë thonë që ka pas zjara shumë interesante aty që ka qenë, po nuk ekzistojnë. Jam kurios se në përgjithësi këto entët fetare nuk para i kanë marrë të gjithë kompensimin e pronave të tyre. Pas kompensuar, do të përshëndë dokumenta s'kompensuar. Gjoja është më rëndësishëm. Dokumenti nuk kompensohet, është fatkeqësi kombëtare. Po është më rëndësishëm dokumenti se toka blehet dikun tjetër e bëhet. Dokumenti, ajo nuk bëhet. Dhe po të thëmë për shembull që mu më vjen keq tani që ato janë shkatruar, nuk kthehen. Kam biseduar me njerëz aty, thonë kena pas listë të gjithë dokumentave kena pas dokumentat hershme aty dhe janë zhduk, janë eliminuar. Duhet thonë një gjë që turqit nga vitin 1479 deri në vitin 1848 nuk lejuan shkrimin shqip, as nuk lejuan bëmjen e shkollave në qytetet shqiptare ku ishin muslimat, që kishin pushtuar. Pra Shkodra, nga vitin 1479 deri në vitin 1848, kur dolën reformat e Tanzimatit, nuk ka pas kishën qytet, por Bushatlit, me qenë se do me thonë, bon kompromis, bon një farë marrëveshje me katolikt me mua ata, edhe me luftue, dhe këta me ju lonë fen, armët dhe me lonë tërtim, po, kishë, besimin. Dhe ata e lejuan një kishë maton Urzbunës, jo në qytet. Nuk lanë. Në 1848, për Europa e urdhëroi Turqinë me bërë reforma, se hyni shumë borgje dhe se alonte do të borgjet, i thanë ndërë shtetin, bëni reformat, merë takë se ne laj borgjet. Edhe ata i thanë leje lirinë e fesë, dhe sultanin zorri 828-856 në formë e ka formos ato, tha kanë drejt njerëzit me i besu Zotit si dorën, ku dë besimtari për anaristime, dhe dhanë lejen me ba kishën në Shkodër, filluan me ba, u ngritën shqipfolësit, muslimon shqiptar, edhe e prishën. I morën i varën atje, njerën nga ta varën litar atje në Turqi, dhe kisha u ba se u baja, kisha e modhe. Dhe, do me thonë, i lejuan me hapë edhe shkollë, ishin jezuitët që hapën kolegjin nga më të mirët në Europë, dhe pregatisin se ata i sponsorizonin Austriakt. Jo, nuk është që sojim vete, sepse ata i pregatisnin dhe i qonin 5 qytetet Austrisë në universitet dhe ju bënin jo vetëm teologji e filozofi, po ju bënin fizik, kimi, mjekësi, inxhinieri, mësuan mu bon, edhe u bon shqiptarët me famër, kryetari Akademisë Shkencave atje ka marrumër, në Austri që të kolegj kishin marrumër, ai Fajkonica atë kolegjin aty në Shkodër ka marrumër, që u boj madh. 11 vjet ja kanë sponsorizuar Austriak gazetën. Po, pra, ata bon ata dhe si me thonë rilindjen e sponsorizuar. Investuan për shkollimin e shqiptarëve dhe për... Po, rilindjen më burë, jo për fen, për rilindjen kombëtare më. Me qartë. Për identitetin. Po paralel shkojnë ato marë. Paralel shkojnë. Sëse dikush, një qëllime ka, ecën edhe... Po jo se për shembull turqit investojnë, bënin xhamia, të mësonin turqisht ata, me thonë hamdulillah, po nuk thoshin ata me fol. Edhe tani, në vitin 2025, autopërlontat buçasin, arbisht nuk e thonë Shqip. Po edhe ortodoksët flasin greqisht, vetëm katolikët flasin shqip. Zoti Palikaj, falenderoj për bisedën. Falenderoj ty që më ftove edhe teleshikuesit tanë për durimin që na dëgjojnë. Okej, mori si zjarë, po pasioni e ka këtë. Për ndryshe nuk futesh dot në arkiva 3 orë të tëra. Falenderit dhe juve që na ndoqët, natën e mirë.